7 prilli është dita botërore e shëndetit. Në kuadër të kësaj feste, Drejtoria e Shëndetit Publik Gjirokastër, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, ditën e sotme zhvilluan disa aktivitete. Një ndër aktivitetet ka qenë edhe vizita në shtëpinë e të moshuarve, ku drejtuan sëmundjet kronike të moshës së tretë, si dhe matja e tensionit të tyre. E më pas kanë vijuar aktivitetet në shkollën e mesme Pandelis Sotiri, ku janë shpërndar fletpalosje të cilat flasin për depresionet dhe streset tek adoleshentët. Gjithashtu, edhe në kopshtin Cicerimat është folur për ushqyerjen e shëndetit për fëmijët nga 1 deri në 5 vjeç, është shprehur specialistja e cilësisë dhe standardeve në Drejtorinë e Shëndetit Publik, Julinda Onjea. Sot është dita botërore e shëndetit. Në kuadër të kësaj dite, Drejtoria e Shëndetit Publik në bashkëpunim me Kryqin e Kuq kanë organizuar një sër aktivitetesh pra sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese pra në simbol të kësaj dite. Konkretisht janë ngritur 3 grupe pune të cilat kanë kryer aktivitete ndryshme në disa institucione, si për shembull në shtëpinë e të moshuarve, ku u fol pra për sëmundjet kronike tek mosha e tretë, pra tek të moshuarit, gjithashtu u bën dhe matje tensionit pra tek këta persona pra që jetojnë në këtë shtëpi. Gjithashtu grupet e punës kanë vazhduar në sistemin parashkollor, në kopshtet e në Çerdhe, ku u fol për ushqyerjen e shëndetshme tek fëmijët e moshës 1 deri në 5 vjeç. U shpërndan pra prej këtij grupi edhe fletpalosje që përmbajnë informacion pra për ushqyerjen e shëndetshme. Gjithashtu është përzgjedhur shkollat si shkolla e mesme pedagogjike, ku është folur pra për depresionin dhe stresin tek adoleshentët. Gjithashtu janë shpërndar fletpalosje me informacion pra për stresin dhe depresionin pra tek adoleshentët. Dita ndërkombëtare e shëndetit festohet çdo vit në datën 7 prill në 193 vende anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë.